që nga fillimi i viteve 2000, klanet shqiptara të përfshira në trafikun e drogës kanë zgjeruar aktivitetet e tyre nga Ballkani drejt Amerikës Latine. Kjo ndodhi për disa arsye, si fragmentimi i karteleve tradicionale latinoamerikane. Raporti i iniciativës globale kundër krimit të organizuar GITOC thekson se pas demobilizimit të forcave të armatosura revolucionare të Kolombisë, FARC dhe shpërbërjes së karteleve të mëdha, struktura horizontale e tregut të kokainës krijoi hapësirë për aktorë të rinj. Grupet e Ballkanit Perëndimor, kryesisht shqiptar, krijuan aleanca direkte me prodhues dhe banda lokale, duke shmangur ndërmjetësit edhe duke paguar në para të gatshme. Nevoja e Europës për furnizim të drejtë për drejtë, për shkak të kërkesës së lartë për kokainë në Europë, grupet shqiptare kërkonin të shmangnin tarifat e karteleve tradicionale. Sipas Balkan Insight, mafia italiane, 'Ndrangheta, hapi rrugën drejt Amerikës Latine dhe mentoroi trafikantët shqiptar që filluan karrierën në Itali. Këta u lidhën me furnizuesit e kokainës në Amerikën Latine dhe u bën operator kryesor të zinxhirit të furnizimit. Lidhjet me Paraguajin, Kolombinë, Perun dhe Bolivin. Raporti i GITOC tregon se grupet shqiptare kanë krijuar marrëdhënie të qëndrueshme blerje në Kolombi, Peru dhe Bolivi dhe kanë bashkëpunëtor në Ekuador, Brazil, Paraguaj, Uruguay dhe Republikën Dominikane. Ata zakonisht paguajnë paraprakisht gjysmën e kostos së transportit dhe bëhen garantues të pagesave falë rrjeteve të tyre në Europë. Prodhuesit lokal i preferojnë sepse paguajnë shpejt dhe shmangin dhunën. Një artikull i BBC News Mundo përshkruan se si grupe shqiptare blinin kokainë në zona të thella të Paraguajit dhe e transportonin drejt porteve europiane duke korruptuar punonjës të porteve dhe zyrtar ligjzbatues në Amerikën Latine dhe Europë. Vistazo mbledh investigimin e Washington Post duke theksuar se rrjeti i drejtuar nga Dritan Recepi, kompania Bello, korruptoi punonjës portes, sistemin gjyqësor, burgjet dhe forcat e sigurisë në Ekuador për të kontrolluar furnizimin e kokainës, duke gjeneruar miliarda euro fitim në Europë. Rrjeti kompania Bello. Sipas GITOC, kompania Bello është një rrjet kriminal transnacional i formuar në fillimin e viteve 2010 që përfshin kriminal të aftë nga Shqipëria. Liderët përfshin Dritan Recepin dhe Eldi Dizdarin. Një njoftim i Europol për operacionin Los Blancos raporton se udhëheqësi, një shtetas shqiptar 40 vjeçar me bazë në Ekuador, negocionte drejt për drejt me kartelet e Amerikës Latine, organizonte dërgimet e kokainës drejt porteve europiane dhe koordinonte shpërndarjen në Europë. Rrjeti përdorte gjithashtu sistemin kinez të transferimit të parave Feiqian për të pastruar fitimet. Faktorët e suksesit dhe indikimi në portet europiane. Grupet shqiptare kanë arritur sukses duke paguar prodhuesit e kokainës në para të gatshme dhe duke mbuluar një pjesë të kostos së transportit, gjë që i bën ata partner të preferuar për prodhuesit lokal. Ata shpeshherë martohen me gra lokale apo bëhen kumbar të fëmijëve të liderëve lokal për të siguruar lojalitet. Për shkak të lidhjeve me mafian italiane, 'Ndrangheta dhe partneritetin me kartelet e Amerikës Latine, shqiptarët kanë marrë kontrollin e porteve kryesore europiane. Balkan Insight shpjegon se ata korruptojnë punonjës portesh dhe policinë, duke siguruar që kontejneret e ngarkuara me drogë të kalojnë pa u kontrolluar. BBC Mundo shton se ata ndajnë kontrollin e këtyre porteve me mafian italiane. Mafia shqiptare, mbështetur nga përvoja në tregjet ilegale europiane dhe aleanca me 'Ndranghetan, ka zgjeruar aktivitetet në Amerikën Latine gjatë 2 dekadave të fundit. Klanet shqiptare kanë ndërtuar marrëdhënie të forta me prodhuesit e kokainës në Kolombi, Peru dhe Bolivi. Kanë përdetruar thellë në Ekuador dhe Paraguaj për të kontrolluar zinxhirin e furnizimit dhe po përdorin Meksikën si qendër të pastrimit të parave me mbështetjen e karteleve lokale. Në Ekuador, ata kontrollojnë nyjet kyçe të transportit dhe bashkëpunojnë me banda si Latin Kings për të siguruar dërgjimet. Shembujt e Adriatic Tresas, Dritan Gjikës dhe Dritan Recepit ilustrojnë se si bizneset legjitme përdoren si mbulesë për trafikim, duke përfshirë korrupsionin e sistemit gjyqësor dhe marrëdhëniet me politikën. Këto zhvillime dëshmojnë se mafia shqiptare është bërë një aktor global në tregtinë e kokainës, duke lidhur prodhimin e Amerikës Latine me konsumatorët europian dhe duke shfrytzuar dobësitë institucionale dhe korrupsionin për të mbetur jashtë radarit të rigjit. Përballja me këtë rrjet kërkon bashkëpunim ndërkombëtar, forcim të kontrollit të porteve dhe goditje ndaj pastrimit të parave.